Një ngjarje e rëndë është regjistruar pas ditën e së martës në burgun e Reçit në Malsinë e Madhe, ku i paraburgosuri Brandon Ronald Saporito, 57 vjeç, është gjetur i varur në dhomën e tij nga bashkëvuajtësit. Punonjësit e institucionit e kanë konstatuar ende me shenja jete dhe e kanë dërguar menjëherë drejt urgjencës, ku stafi mjekësor ka ndërhyrë për t'i dhënë ndihmën e parë. Me gjithë përpjekjet e mjekëve të spitalit të Koplikut, ai nuk ka mundur të mbijetojë. Saporito, me shtetësi amerikane, ishte arrestuar me 2 maj 2025 dhe mbahej në paraburgim për akuzën vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare, me vendim të gjykatës së Shkodrës. Brandon Saporito masakroi me thik bashkëshorten e tij Sandra Saporito të premten e 2 maj 2025. Sandra Saporito humbi jetën në vendin e ngjarjes, në banesën që çifti kishin marrë me qira në lagjin Vasil Shanto të Shkodrës. U raportua se turisti amerikan e kreu krimin në gjendje të dehur dhe për motive të dobëta. Sa kaq vetvrasja, u raportua menjëherë autoriteteve ndërsa po zhvillohen hetime për të sqaruar rrethanat e plota. Drejtoria e burgut ka njoftuar se po bashkëpunon me prokurinë dhe shërbimin e kontrollit të brendshëm në burgje për dokumentimin e ngjarjes.